Ore, tash jemi prapë ke Silvinjo më la. Ç'është ky trajner më la? Ç'është ky më morëm nga Brazili, e sollëm tu në Shqipëri, ç'është ky më la? Ky me kape morim aty, kape. Muçi minut 82. Ç'është të bo ky më la? Jeni Terezima. Po jo më la, se s'është normale më bura, akoma ke Silvinjo. Gero. Qa thoni më, jeni mirë më bura. Fiku, Gero, fiku, Gero. Ke qere kore me Silvinjo. Po pa tjetër me qa do merë më bura. Po, okej, ma bëj panoram po të shkurtër, pse Silvinjo jo, dhe pse neshja unë. Një të shkurtër, pastaj do flasu. Okej, jemi. Ke pjesa Silvinjo vlla, nuk është trajneri dur për kombëtaren ton. Ndrimet në mënyra, po. Kur e more vesh ti që si ishe trajneri dur për kombëtaren ton? Që ke ndrimet më la, që ke ndrimet, po jo më jo ke asnjë nga ndeshjet, po nuk ka qenë trajner normal Silvinjo. Kape tash të flasim, se kishin dalë ca emra, që po lexojsha kishin dalë ca emra që mund të merrnin kombëtaren pas Silvinjos, por që ishin Nesta, Pioli dëgjova, edhe një trajner që ishte surprizë, domethënë, por që ishte i panjohur kjo pjesa. Kur ta veshim Ruxhën Nuse, atëherë kena për të morë. More vesh? Po jo më çan këto tash ore ti. Çi keni këto më punë. Ore, dëgjoj, nuk është trajner i aftë në trajner kombëtar shqiptar. Unë si Ger, jam okay ta marr një trajner shqiptar. Kombëtar shqiptar, se ka kaq vite, bazohemi dhe ti kemi, domethënë, trajner, ti kemi i huazojmë nga jashtë. Është shumë herë gjë e mirë që neve ti marrim trajnerët nga brenda, po shoh edhe për neshin me Ukrainën që do kemi që është thjesht misore, kalimtare, Muçi dhe Ramadani nuk do jenë pjesë kombëtares. Se nuk kanë pranuar të dalin në fushë. Atëherë, them unë ca gjëra të tjera tash. E para herë po të kapëm ke kjo trajneri shqiptar herë, mos më bëj si ato gjyshat që dalin banaqeve dhe kanë ja 20 vjet që thonë duhet i trajner shqiptar. I sekond, Gero. I kena pas trajner shqiptar, trajner shqiptar e di sa të korruptuar janë dakor? I ke gjithë korruptuar. Të ta jap një emër të I sekond, mund gjesh edhe një që nuk është i korruptuar, po që nuk ka backgroundin e dur për i kombëtare. Pa eksperiencë. Pse nuk merr ti gjithë lojtarët e kombëtarë? Ja pra kemi Lirdajën. Jo, pse nuk merr ti? Ka qenë pse nuk merr Kopa Europe. Edhe je pyetje, pse nuk merr gjithë lojtarët e A-Biznes Superiore, zgjidh më të mirët edhe futi se janë shqiptarë këtu, futi ke kombëtarja. Pse duhet kapësh kjo pjesa ti? Sepse të gjithë që janë edukuar futbollistikisht janë rrit jashtë me stërvitje. Ku janë me minuta? Me parametra me gjitha, nuk ka rëndësi minutat. Ku luajti Kristian Aslani, që është lojtari më problematik që ka kombëtarja, dhe ky vazhdon të jetë në fushë. Nedim Bajrami, çuni Silvinjo, si them unë ti, që Silvinjo luan 9 çifshet. Luajti 9 shfallës në neshjen me Polonin dhe nuk kishte lidhje me 900 fallës. Por çfarë fut Silvinjo ku ke Muçin stol? Atëherë me gjithë respektin për Muçin. Me gjithë respektin për Muçin, hap klap këtu, duhet verifikuar kjo që thashë themet që kanë dalë që ka hik gjoja se është dëmtuar dhe nuk do me lutë me Ukrainën. Do ta shohim a do lutë me Gallatën këtë javë. Një sekond. Qofse ka hik për shenjë proteste, ka bo shumë gabim edhe kjo është jo profesioniste fare. S'është profesionale. Është jo profesioniste. Po ta fusësh 8 minuta, një lojtar që ka bërë 14 gola nuk është normale. Atëherë, domethënë çdo lojtar që trajnerët në përbot nuk i fusin nga kombëtarët, të gjithë çajm ferrën edhe tikit. Jo. Nuk funksionon kështu Gero futbolli modern Gero. Të diskutimet nuk ishte vetëm në që ka qenë Ramadani. Je për bluzën, mund trish edhe në stol, mund trish. Kur e meritoj të luaj për atë, për ta përfaqësuar fanellën në mënyrën më dur dhe për gjakun e atyre që kanë derdhë ato shqiptar, le të flasim për atë gjuhë dhe për të flasim me lojtarët që janë adapt luajnë ato ndeshje pra. Gero, edhe herë, sa neshet ka bë Muçi kombëtarë ty? Sa neshe ka bë Muçi kombëtarë, ka bërë vetëm 3 gola. Ai sa ka aktivizuar Silvinjo pra. Edhe herë pra, domethënë nuk ka pas ndeshje. E ka aktivizuar vetëm misore pra. Po pra, që do të thotë se çfarë Muçit. Po jo pra, edhe herë, çdo trajner ka grupin e vet që i beso. Ka grupin, jemi prapë te grupi vet, ë? Po një që jep më shumë, do me thonë nga i çuni Silvinjo, atëherë do të bëj paralelizëm se udhën nëpër studio na çmenën kanë 3 ditë. Udhën gjithë tonë nëpër banaqet e emisioneve në televizione, podcaste, gjithë çaj janë bosi skuadrë pushkatimi me
Silvinho plako. Jam dakord fare, do jam kundër Silvinho. I sekond, sepse deri dje ishte burri mirë Silvinho, i solli deri këtu. Silvinho, a thu se na i sollën këto që flasin banaqeve e prun kombëtaren për play-off. Kupto, e sollën këto, nuk e solli Silvinho. E humbi ndeshjen Silvinho, kombëtarja, dhe tash Silvinho u bë më i padëshirueshmi për gjithë shqiptarët. Atëre, si mendon ti, Gero, që ajo që thash unë ke episodi kalum, që thash po eliminum atë Lewandowskin edhe Zelinskin, i kemi heq shumë Polonis. Tash ti si mendon se unë jam më i zgjut se Silvinho, nuk e di Silvinho, këtë? Unë thjesht bëra i rezume, që ai e di shumë më mirë. Që ai e di shumë më mirë, edhe ai i ka dhënë direktiva ç'a duhet mu losh, zonat tjera. Kush e menaxhon? Problemi është Gero se menaxhon më burr. Gjimshiti jashtë forme. Sa e lunesh e decisive Gjimshiti vazhdon në atë pjesën e vet deturi negative. Por mua e vlerësoj. A jetin e ndroi për shkak dëmtimi në thonjza se nuk dihet akoma dhe futi Ismailin që duhet startonte Ismaili me Gjimshitin. Të dy mbrojtësa me eksperiencë. Njëri lume me në Itali luajnë të dy, si Gjimshiti, si Ismaili. Njëri ke Torino, njëri ke Atalanta. A është Gjimshiti lojtari më i mirë për ty? I kombëtarës? Patjetër. Atëherë, kush e pati një ndër fajet e golit parë se ju udhën ca kështu si rrëshqi, edhe ti bravo me Hysen. Atëherë Hysej e para punës është ai ka qenë dhe faull aty. I sekond është ja dy pllom poshtë atit Lewandowskit një. E dyta. Jo, i sekond. Atë Lewandowski po e markote Gjimshiti plako. E shtyu ai Lewandowski si hilet mërci me sulmusën siç bën. E lçoi. Dhe ky doli në fundin. Edhe doli këtu ke Hysaj, ndërkohë topi boni parad mode ke via e portës që edhe ti tishe me këtë skaletë, mund t'ja fusi e kështu e kështë qitë korde, plako. Jo, shiko. Ku ishte Strakosha? Tashi ky është gabimi Silvinhos që ti dalim ke Strakosha. Golin qarë aty. Dalim ke Strakosha. Një sekond, mbaroj. Dalim ke Strakosha. Nuk ka rëndësi pse dalësh ke Strakosha, se po ta kishe prit, po të kishe fitu, gjithë të thëshë Strakosha është më i mirë në botë. Mos u merrni kështu. Edhe herë tjetra. E boni golin ai. Ti pate dy raste të pastra për gol. Kush i umi? E umi Silvinho? Çuni Silvinhos. A do të thon ti ke në ato Silvinhos valla. Okej, ti bashkë me gjithë këto banaqet e tjera sportive e me gjithë podcastet, jo i sekond, ju keni pilulën e së ardhmes dhe shikoni se çfarë në të ardhmen. Ëngër pilulën ju dhe pat që po të kishte lut Muçi, do kishte dal patjetër 2-4 neshja. Ku e ke provën? Kush është prova që ti do të kuptoje? Muçi filloi të kishte furnizime më shumë nga krau Muçit. Po ria Gero. Ore po çfarë po flisni më burr? Seriozisht më burr. Deri dje ishte burr i mirë Silvinho. 14 gola, ky e fut 8 minuta. Çiku jemi. Po tash Silvinho. Ky e fut 8 minuta. Se nuk i kthen përgjigje gazetarëve ky. Ku do ta pyesin? E kanë pyet atje në Poloni. Gjithë gazetarët shqiptarë, asnjëri nuk i kthen përgjigje. Se nuk jep dorëçen, i thonë. Për çfarë do t'japi dorëçen? Po pra po t'japi dorëçen se mori përgjegjësi, këtë kombëtar unë do ta fus në botror tha. Ja ma ja. Apo leni tani për çfarë po flasin? Ta dha me noteri ke rrugë Kavajës tu Silvinho. Po rria Gero ç'është kjo? Hajde diskutojmë tani, hajde diskutojmë. Jam shumë dakord që edhe nëse ti do luaj me dy ekipe shumë të forta. Po jep maksimumin, fut lojtarët më të mirë që ke aty. Anis Mehmeti për çfarë more? Anis Mehmeti më thuj ti për çfarë more? Anis Mehmeti ka super minuta ke klubi ku lun në Mosgabojë Rangers. Jam shumë i sigurt që ne ditën e neshjes dhe mas neshjes ne kemi qenë 1 milion e një trajner. Ai një ishte Silvinho, 1 milion tjerë ishin gjithë tot banaqeve. Gjithë bëjnë skema. Po të bësh i sondazh plako, dalin një 84 formacione që duan njerëzit. Sa formacione kanë dalë? 84 formacione. Pse nuk ishte asnjë formacion? Po të bësh sondazh që ore Silvinho është burri më i keq, trajneri më i keq. Ka dalë gjysmë ore para ndeshjes që doli formacioni zyrtar. 84 formacione do gjesh edhe do i udhësh. Jo, nuk janë 84 formacione, se nuk dinte. Ai lojtarët biles me aq info sa kam unë, është një nga trajnerët që ka net pinc në Shqipëri plako, nuk ka ik me bret lart e poshtë. Me 10 veta sa ka kërkuna biznes superiore Silvinho? Lojtarës dhe sa neshi ka ardhur me pas Silvinho që ka gjetë kategori superiore. Po ku ke Ti them unë 2-3 lojtar. Farruku, Dinamos. Edhe herë Gero
Super lojtar. Po ta përmend Brakën që ka qenë para viteve 90 është si të kërkosh një apartament luksos ke Braka atëherë. Qa po kërko kja bizneti, ato lojtar ke, ato cilësi. Dy lojtar pra kishe marrë Elin, që stoli 7, do me thonë ti e fut kismet, do me thonë që luke Dinamo formacion bas, edhe portier Dajsinanin, që është një nga portierët më të mirë Shqipëri. Qa po diskutojmë? Me dy lojtarë në biznes superior, Farrugun e kishe aty. Do ma gjesh dhe një mbrojtës. Balajnë për siguri. Do ma gjesh si do tjetë, se unë se duas për vete. Një mbrojtës mirë ke superiorja, do ma gjesh ke Abisneti, një mbrojtës mirë, që ndërmbrojtës për shumë. Për ndreca, lume Bylis. Gjimshiti, Qoro, ta eqim Gjimshiti, Qoro? E nisim. E eqim Gjimshiti, si e kishte kështë the? Për ndreca, lume Bylis. Për ndreca, Gjimshiti jashtë, tjetër. Këtë të vim ke superiorja. Thuj, jebi Geri. Po këtu e në gjithë bashkë do Gera tash, nuk bëjmë të mohabete bashkë. Ndërkohë që gjilëtar që lunë jashtë, je di shumë mirë qa edukate, qa servitje, qa mentaliteti kanë, nuk mund të morësh... Me edukat të lytë ka 3-4 minuta. Ku? Ku të hyj me lojtar? Po themi për këto që ishin informacione. Hajde për të shofi me lojtar. Ku t'i dalim? Ramadani për qarë su fut? Hajde, u fut Julian Sheu. Për qarë su fut Ramadani, më vla? Lu me Lecce 90 lojtar 90 minutësh. Edhe i erë ti... Dhe pati përplasi me Silvinion pas ndeshjes. Po pra po, ti kërkoti që pjek bukëm pse bo Brumi në shulla. S'bot ashtu, do me i dhonë men, ati të buk pjekë si bot Brumi. Ta thash dhe i erë, nuk mund të t'akuzosh i trajnerë, se a lujt e keqë, ty nuk është se të the që është kjo neshe shpifët. Jemi dakord, nuk e ke thonë këtë mas neshe. Jo, Atëhere, po prit pra, se nga krau tjetër, Gero kishe një Zelinski dhe një Lewandowski që ti nuk i ke pas asnjëherë në historinë tate dhe nuk e di sa breza s'ke për pas. Do me thonë që 11 lojtar të Polonis nuk din t'i dublojnë 2 lojtar. Tu do me dalë. Edhe je Gero, do të thotë që tjerët... Zalewski s'ishte. Tjerët, Polonia në rastin fjalë, kanë ca hyje që ta zgjidhin neshen dhe kur lojtarët e vetë tjerë janë dobët. Ti nuk i ke... Cili mërbur nga hyjet, po cili mërbur nga hyjet, mëse 2 hyje kishte mërbur. Zielinski, Lewandowski. Unë nuk një fjas një. Kjo ishte Polonia më e dobët të gjitha korave. Sa hyje keti? Aton stol. Jo. Cila Silvinio. Kë ke yllti, ke Brojen, po më kraso Brojen ti me këto 2 tjerët e? Ku lu Broja? Ndjesër. Ku lu Broja? Broja lu ke Premier League. Ke 2 gola. Premier League. Broja lu ke 2 gola ka po Broja. Po çfarë bën dëmtimit po? Po atëherë çfarë? Domethënë ta morim me që lu Premier League, ta morim ta fusim s'prish punë. Gjimshiti. Tani më lutë Serie A formacion titullar. Berat Gjimshiti. Hajde ta diskutojmë ke Berat Gjimshiti. Boni një gafë, ai gafët i ka të rralla. Te kjo neshe nuk i doli loja. Ismaili. Edhe herë, ke kjo neshe i fryu në vesh Silvinio, i qoj kanatiren ke Dervisha DJ-a ati të... Qoro, ke Dervisha DJ-a kanatiren e Gjimshitit edhe parni umi, se boni gabim Silvinio. A ta mora po ta leja ty edhe i ditë bashkë. Bëj qatë dush, plago, po... Gero, problemi është nuk mund t'i hysh Silvinios më sparkat, plago, soli diri këtu, ishte buri mirë, i fërkësh i kokën, tash i ke nesha funit që ishe... A i pe koeficientët sa ishin koeficientët? Jo. Unë po theme ne po flasim për hyja aty për letarë, për individë. Jo, se janë lidh me gjithë gjonat, e pe sa i kishe koeficientin? Nuk e lidhin gjë. E kishe koeficientin, e kishe 6 për të fituti. Pse e kishe 6? Ditë ma thuash... Që të me thonë kjo më burë? Unë themë unë jam Jo, po të pysë, pse e kishe ti 6 koeficientin? Se ka 6? Qa kishte Polonia aty më burë ta keni në kuotimi 6? Që këto budalliqe më burë? Atëhere ti do dalësh edhe kundra gjithë bookmakers të botës, që në salar. Gjithu salar... Sa lidhe ka bookmakers ligu këtu, se fitoj Kosova më la? Sa e kishte Kosova në krasime ne? Krasime paka shumë, mund ta ketë pas Kosova 3. Ose 4, më falë. Pra 3 ose 4 me 6, shumë diferencë, Gero. Me kë lyti me Slovakin më burë. Ta që për të flasë, që të flasë më burë? Kosova ka më shumë mentalitet se kombëtarja jonë. Po këte e dim në la, po ne imi ke Silvinjon, tu bim dakord me Silvinjon. Po, Foda ne Silvinjon. Hajde krasoj tani. Foda, super trajner të Kosova. Qa lidhje ka më burë? Qa lidhje ka? Qa lidhje ka? Që ti si javta sa Kosova... A kishe Silvinjon që të qojnë Evropiano, zotri? Si? Kush të qojnë Evropian? Të qojnë Silvinjo?
Me çik shtys, me çik fat, me kush këto gjona. është shtysa? Hajde, s'ka gjë. Kush është shtysa, ma Po se filloi tu i grumbullu pra në periudhë filloi të grumbullu detajet e dur. Jo, në qofse më thuaj shikoj informacione. Jo, shikoj informacione. Okej, një sekond. Qofse ti më thua mua me i çik shtys dhe me i çik fat, atëherë unë do të them që të gjithë kanë qenë hipokritët më të mëdhenj që i kanë bo lapidar Debjazit. Se Debjazi 3 pikë i morim tavolinë plago dhe nuk i mori 3 pikë. Ato ishin 3 pikë dhunës, vlla. Ato ishin 3 pikë lufte. I sekond, Ger, i sekond lufte, thot, nuk po për UÇK-n do flasim mbrapa. Edhe i herë. I mori 3 pikë, i morin tavolinë Debjazi dhe më e forta, më kryesorja është që ato 3 pikët nuk ja mori atit ekipit që kishte në fund fare, ja mori Serbis. Ja mori Serbis që ishte kandidati i kryesor për të zonë venin ty. Dhe virtualisht janë më shumë se 3 pikë, Gero. Dhe shkove në Evropian. Këtu po, mund të thush padi me edhe qik fatë se morëm edhe 3 pikë. Po Silvinjos i dhane i 3 pikë shka tavolina, të mori, të qojnë kontare, ishe i lumtur, o sa mirë me qenë shqiptar, para 2 ditësh, 3 ditësh, u udhët edhe thatë Silvinjo, i vut skuadrën e pushkatimit edhe gjithë. Si mund t'i krahasosh Debjazin me Silvinjon? Se kanë pas skuadra totalisht të ndryshme dhe yjet që ka ky tani në ekip nuk i ka pas Debjazin. Hajde ty hymë me individ, me Ancia Golin, me Andi Lilën, që ka pasur ke Parma, formacioni 4, me Ancia Golin që lutet ke Tirana. Gero, le këto histori tash e burr, le këto histori. Si mund ta krahasosh? Të gjithë të banakistët që shajnë të tash, si s'dolën më përpara më valla. Ku ishin në burr? Jo, nuk ishin, se shqyr, po shkojmë play-off tha në burr. Gjithë, tash e pushkatun, sa nuk fitoi me Poloninë. A thosë Polonia ishte ku dëgjon. Ishte në Shiraku, kishte bëj ekip kështu ndërmarrje dhe na rrafin e turbit botës. Trafi Polonia, Gero. Unë isha vetë ke grumbullimi kombëtar, sipas çunat që kur mblodhen. Ambientimi ka qenë shumë i dobët. Unë mbledhem vetëm për shembull, po e marr si shembull, bjen fjala. Të çova edhe foto ty që thosha jam po edhe çfarë? Grumbullimi kombëtar. Domethënë ishte shturme kombëtar, ja? Sekond, po patjetër më që shturme, sepse rrin me shoqëni vëlla. Kristian Aslani rritet vetëm në dhomë. Nuk bashkëpunohet me asnjë nga lojtarët e kombëtarës së burr. Po çit sekretet. Gero. Kristian Aslan varet me çfarë merr se ka Barsaleta burr. Tashi nuk kishte harmoni. Yasir Ramadani rritet vetëm me Ylber Ramadanin. Yasir Hasan, se mbot lëmsh mbot. Yasir Hasani me Ylber Ramadanin rritin vetëm bashkë me njëri tjetrin se kanë luajtur dy ke Partizani dhe tjerët e kombëtarës nuk shifin asnjë aty. Domethënë ti pas ke pa janë ambient shumë zymë, patjetër. Po. Dhe pikërisht vetëm atë deshe, kurse nesër e tjera ka qenë ambient i mirë. Ky njeriu dilte aty në kur filloi bënte para se tu nisnin për Poloni, për Varshavë, rritë ky bënte skema me 9 fake Nedim Bajrami. Ky fenomeni, ky trajneri i madh. Gero, ai Bajrami i erdhi topi i jetës aty. Po dhe? Duhet ta kishte bë gol plago. Lojtari aty mahet, e kishte bë gol. Edhe sot ju do ishit gjithë si nuse të bukura, tu i bë fresk atit Silvinjos, bravo, e gjeti, e zgjidhi, po rria Ger tash, ai ishte rast që edhe Ancelotti të kishe, ai Bajrami prap jashtë do qiste Bajrami, kë do të kishe në stol ti plago. Po ti bide i qik më normal, mirë ai, dhe po të kishte i qik me ke minuta aty ku luka i klubi vete, po të kishte i qik më ato minutat ja qitën jashtë rrezës. Po e disa që do dili këtu. Sa minuta ka Bajrami aty ku lume? Luke Rangers i ku luaj, ke pa një Bajrami, ti su në shof ka e di kur të them ty, po Gero ke drejt, kur ai Bajrami mund jetë ashtu që thuti s'ka minuta, edhe nuk e shef fare në fush, është bloz. Bajrami të ishte në momentin e dur, në çastin e dur, në kohën e dur, për ta shtyr topin port. Do të gjej vetëm diçka. Problemi është që ai nuk e shtyu topin port, valla. Gabojnë gjithë, gaboje, nuk do e kryqëzoj. Po jo ti udhemi Silvinja ose plak. Mehmeti. Ky Pilo. Geri, ku shko Geri? Ha dajak. Okej. Po ky Pilo për çfarë u futi? Çfarë ishte ky vepër? Pilo u fut, i erdhi dhe rasti Pilos. Der nuk e boni dot o plak. I se i ngeci për ti në për koma të bërë, Pilo. Duhet dhe fat, Gero. Ai qa e ka ai? Lewandowski u udha ty më rëmuj, më cep fare. I qik si fallo jo. I qik si fallo, qik pa fallo dhe shtyua shumë me cep koke e futi mrena.
pilo shkret, ja boni Usmetin në rregull, e gjujti hyni tovi për tjetë, për komësh nuk hyni gol Allah. A tira për shalis, ku se preku atë valla, po sta domën. Apo jo qoro? Ja shtu si doktrina, po ju po boni adet kombëtarës lale, po këtyre mirë shtravetanët, i boni ne adet si që kanë hakur? Ja sa të cekim edhe çik Kosovën, se mjaft se me Silvinjon me Geri nuk fol dot me Silvinjon. Thash u bon gjithë dhe e kanë vu Silvinjon ke muri edhe gjithë skuadrat e pushkatimit. Nesa e mbyllim këtë histori. Kalemi çike Kosova, Kosovës bravo i qoftë. Po, 2 herë në avantazh. Filloi 1-0 për Slovakin, 1-1, 2-1 për Slovakin dhe pastaj pati vetëm ktheu 2 herë Kosova. Për mu ka qenë një nga kombëtarët, mund t'i themi ajo ka qenë kombëtarja jonë. Kombëtarja zemrës. E ka shumë të fortë me Turqinë. Turqia ka element ndera, ka element shumë mirë, po Kosova duhet të shfrytëzojë momentin e entuziazmit, faktorin fush që t'ja dali sepse sold out, do me thënë. O qoro do organizohen në Kosovë më. Ikim qovë neshje. Mua atje në therin për prim bashkë. Veqim bluzët Kosovës, shkoj përfaqësoj. E ka vështirë. E di që i kom thonë shohu deri kolegu tim Gero, me qërake ta lidhim kombëtarën e Shqipërisë me kombëtarën e Kosovës. Po nuk e di, ka ca muaj. Para me arto situata që kanë ardhur tash për play-offet. Edhe i pata thonë që ore, ne me zemër duam që të shkojë dhe Shqipëria dhe Kosova të shkojë në botror. Po i pata thoni gjë. Në qoftë se do malishin mu ta zgjidhja, virtualisht, do më thonë të thoshe kush do iki, vendose ti, do iki Shqipëria apo Kosova, i pata thonë atit kolegu tim, i pata thonë për mu, unë do kësha zgjedh Kosovën. Pse do i kësha zgjedh? E para punës i erë se janë vlezrit tanë, ne kemi qenë 2 herë në për Evropiane. Kosova nuk ka marrë pjesë në asnjë kompeticion të rëndësishëm, e do kisha qejf ta kisha pa Kosovën atje. Dhe e dyta më kryesorja Gero është pjesëmarrja e Kosovës në botror, nuk është vetëm eveniment futbollistik për Kosovën ose për ne, po ka impakt shumë të madh edhe diplomatike, politike, duke pa Kosovën, se botrori dihet, është eventi që gjithë morin pultin, po siç e morim ne, morin dhe gjithë ato ambasadorët shkërdhata bip, e bëhet qori pastaj, që nuk e njohin Kosovën dhe do shohin Kosovën aty ke fusha blert, ke botrori. Dhe kjo është një arsyet e forta që unë kam desh gjithmonë që të shkoj Kosova. I urojmë shumë fitore, inshallah e kalon me sukses Turqinë, se do jetë shumë eveniment. Do të themi që Kosovë forca, fito atë që s'ditëm ta bëjmë ne, bëjnë ju për ne dhe na bëni krenar. Forca Kosovë. Inshallah ja arrisin. Se na lodha Gero me Silvijon e me këto, tashi se na duhet bëjmë sponsor ne që të bëjmë emision. Po patjetër, se bëhen. Ka marrë lekë nga si fitose hum. Ashtu. Auto Hoket. Çuna dhe makinat bukra. Është vendi ku nuk do blini një makinë, por makinën që ju doni, të gjitha llojet e brendeve me cilësi të garantuar dhe çmime konkurruese në treg. Mos hezitoni për të bërë zgjedhjen e dur, mund ta gjeni edhe në Instagram Auto Hoket. Makina qoro. Makina. Për zotin më ka thyr shpirtin me çaj. Çfarë zhur me kishte më. Vazhdojmë. Terrakota. Se na shko barku longë, vlaj, na shko barku longë, qoro, na shko për rima burë. Lene më se jena për mramje, për hikë, se nuk kupta gjoti. Se po në hajë, por a gryzë zorët, rria më në tu. Një ambient i dekoruar nga artist, ku çdo element dhe detaj mbart një histori. Terrakota nuk është thjesht një restorant, por është art, atmosferë dhe shije një hapësirë që të fton ta përjetosh. Për prenotime, 068 222 74 79. Direkte çunat. Okej. Kalojmë edhe ke Flobes Park. Falenderojmë Flobes Park që ndodhet 10 minuta larg Tiranës në Surrel, aty ku do gjeni oazin e vërtet relaksit dhe kulinarisë.
ambientet këndshme mes gjelbrimit dhe freskisë. Ushqimet freskëta bio, kënd lojrash për fëmijë. Vend ideal për festa familjare dhe evente. E gjeni në Facebook dhe Instagram Flobës Park ose për prenotime në numrin e telefonit 069 20 30 830. Faleminderit Flobës Park. Kena shkuqëro. Kemi falenderojmë dhe Studion Vasi për grafikat. Studio Vasi me eksperiencë që nga 1996 30 vjet eksperiencë në grafika, në shtypshkronjë me printime, broshura, flet palosje, të çdo lloji si me shtypshkronjë edhe me dizajne të tjera. Ju pret, është muke rruga Myslipshyri sa filloke Tajvani Majtas. Studio Vasi. Ju faleminderit gjithë sponsorëve tanë për mbështetjen e këtij podcasti. Inshallah po na e bo printime dhe Gerin i çik se na ka dalë jashtë kornizë. Jashtë kornizë. Gerin do ta bëj 6D plago që të vinë në formën e dorë. A kishte nga ato divanet të kështu malla, ti vjen dysh që ti jena mon rreth. Morë kjo më rrejt. Trunë e mbyllim këtë pjesën e parë. Hajde Ger se na lodhe nga koka me Silvinjon, po jo malla se s'është jaftë për mua. Mje bo gjithë si ato banaqeve. Hajde. Pushkatim, Silvinjo, pushkatim çuna. Silvinjo ik. U kthyem miq, u kthyem ke loja, siç anoncuam, do bëjmë lojë zbavice, do lozim me Gerin sot dhe Anasjeltas. Edhe mund t'luni edhe ju nga shtëpia, është lojë e thjeshtë, e dini, do e kuptoni direkt sa ta bëjmë lojën ne. Që kështu të lozim një 5 minuta, ta tensionojmë çik nga futbolli, nga të bërtitmet e tjerë. Atëherë Geri, fillojmë lojën. Unë do shkruaj emrin lojtari. Aha. Po. Dhe do ja vej Gerit që Geri duhet ta gjej. Dakor Geri? Geri ti nuk duhet shohësh, okay? Nuk duhet me mos kopja. Pa ile. Në këtë rast të thuhet. Pa ile se s'quhet pastaj. Po. Edhe ju mos kopjoni ka televizori kur e luni këtë lojë, kështu që ta keni për veten e juaj. Mësoni duke mos kopjuar. Hajde. Po. Kujdes. Ja vim Geri tu, t'ja bëjmë gati. Gati Geri? Gati. Okej. That's it. Okej. Fillojmë. Fillojmë? Mes tabele. Po, mes tabele. Super. Italia. Lojtari? Italia si Italia? Italia nacionaliteti. Ja. Okej, Milan. Ja. Unë do lexoj një roman tash. Okej, vazhdojmë. Nga ekipi zemrës e mo, gazu nga Napoli? Ja. Mes tabele më burë. Como? Surpriza? Po të them shumë fladra, po. Qa? Hedge, ja. Ti perë. Okej. Brazil? Ja. Mos. Amerikë Latina? Ja. Jo. Shqipëria? Ska. Ja. Kosova? Surpriza? Ja. Jo, e frikshme. A ka kështu lejot që më ndima në gjë? Po që ndot tu më? Jepi shpet. Po qa më kjo hipën minuta, s'kom për ta gjëtë kur. Kështu si i keti letarët, ku bjom? Qa ke pas në mëndje ti? Okej, vendi 4. Roma? Vendi 4? Po. Roma? Po. Roma. That's it. Okej, Malen? Ja.
Okej, sfilar. Bravo Geri. Bravo Geri, bravo. That's it. Rradha Geri. 1-0 për Geri. O, zot. Të bukur kjo. Hajde, bëni ide e bukur, serb. Gati. Mos ta vene një që ka luajtur 2 minuta gjithë kampionatin, ë? Dhe ti kështu lu. Si per. Ose ishte e bukur kjo luajtë. Pastaj bëhet 1-0 për mua. Okej. 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 Si bukur si emër është. Pe. Pëlqej emri ty, po puna është ta gjej unë. Qik. Spec. Qa të dhënë ty tani. Shpresoj se do ta gjesh, po emër i bukur, interesant. Gati? Gati. Ishe kapelen? E gjithë kjo kapelja që nuk do i qëtë kohë që do dine dhe ju. Perë, më të jo. That's it. Hajde. Okej. Jemi gjusë tabelja, thamë? Pak poshtë. Pak poshtë, pa lam ke gjusë Po, pra? jam Pa mirë. është në fund tabelës. Në fund tabelës. Me që jemi në mesin e tabelës, me që me Ruggerën e kishim lënë në mes tabele, të jap një ndihmë, nacionalita Shqipëri. Shqipëri. Bajrami. Jo, po s'lu Bajramin. Po mi më po do mor gjithë kombëtarën e Shqipërisë tash. Po që ke buto Ai portieri i murit si e ka? Jo. Të jap një indicje. Nuk u aktivizua dhe pati probleme me... Nuk ishte, do më thëmë, përneshim me Polonin, ishte në stol, dhe ishte, ai që kishte probleme, por është lojtar në 90 minutash kishte ky ekipi. Ka luajtur në Shqipëri me Partizanin. Çam gjetje gjerë këto tonët. Jo. Ai lojtari me ngjyrë, si e ka ai? Jo, më burr, jo. Si ka pas ai lu me Xhena më ai më duhet? Me Kubanin dhe Kubanin, po jo, burr. Po ti pra the ka luajt edhe me Kubanin ka luajt. Unë thash nacionalitet Shqipëri. Luan me kombëtarin shqiptar aktualisht, luan me kombëtarin shqiptar është në stol. Ishte në stol, është formacion bazë të ky ekipi që është në fund tabelës. Fund tabelës. 90 minuta shtytar, është përdorur dhe nga Silvinho tek çdo ndeshje, por nuk ishte kjo ndeshje. Pati një përplasje. Ta vazhdojmë me që Ruggero është keq me shqiptarët me shqiptarët janë çik dram. Dorëzohem. Fillon me R. Ramadani. Bravo. E gjeta. Me Ramadani më burr. Ama qa? Po ishte e gjeta burr po. So slow. Mendova se thash po i thash gjithë indicet. Dhe keq. 1-1. Me që ti bëri një kështu, ç'ash ky serba, nuk e di ç'ash ky. Po jo më po unë dash lojtar formacionit vetë 4 të gjerë. Po me Çilo Ramadani, me Leçen. Po sa herë shef një avlet, muj Leçen ti nesh. Po ika tash. Po histori me Ramadanin. Vazhdojmë e ke tani detyrën gjesh një të vështirë. Sa do të vështirë se Zvilari miqes që na ndiqni, nuk mund gjej domethënë. U dash një Zvilari ishte unë po t'i veni 4. Po, okej. Tash doani nga funi tash. Gjithë lojtarët nga Pisa, nga Cremonese. Okej. Gati Geri. Opa. Okej. Shjem? Okej. Hajde. Inter. Ja. Mirë. Super. Como? Ja.
Është ky që u thash ke episodit tjetër që shqyr se Po s'di më pra kështu ti burrë të shija loj ky valla. Si ka këto. Okej. Napoli. Ja. Oj lundi. Okej. That's it. Mes tabela. Më lartë se mes tabelës. No. Juventus. Ja. Atëherë vini pa Interi burr. Po tash nga Messi ke pari. Po prandaj. Pse thua, a thu se i eliminova i the gjitha këto atje? Inter. Ja. Oh, no way. Milan Napoli janë para, e katra është Como? E the komën? Po pra Roma. Ja. Po pra ta Romës do më japësh burr. Jo, më jo. Mirë. Një morën gjithë ekipet tani s'po ndel. Ja po të nimoj, Atalanta. Atalanta, një perë. Gjimshiti. Ja. Me që të bësh këtë lojën me shqiptarë. Ja, okej. Me shqiptarët merresh ti. Pasalic. Ja. Zabakosta. Ja. Qa ka bërë kë njeri, mama? Okej, do jetë në i portjerë tani. Dora. Position, no, jo, s'ka shansë. Do ndim. Po, po tjetër. Ishte i dëmtum, nuk luajti me kombëtaren. Okej, po me kombëtaren shqiptare. Po jo me kombëtaren shqiptar, me kombëtaren e vet, burr. Zalewski! Hajde 2-1. 2-1. Si be po, 2-1. Të thash, ta përmera ke episodi kaluam që thash që ky s'luaj se të Giri. A qa është ky njeri valla, që të bën ky më bu, që ka këto më bu. Po si të mentore kjo, ku e shpiku. Hajde, bëjmë këtë finalen tash? Final. Hajde. Final. Jena. Kush e gjen? Do më thonë, jo, po e gjetësh tyjet. Po se shko 2-2 loja bu. mi hajde, Se këshu i shpejt. bja. Jebi. Hajde. Gati. Jebi qik shpejt që mos donona, që po ashut bëjmë finalen. Okej, hajde. Të kujtëm nacionalitan ty. Okej. That's it. Ky është. Me këtë shkrimin tim kritik do më thënë bob. I perë. Okej, hajde. Gati. Gati, Rugja. Iqe këtë. Kjo nuk iqet kur, po. Hajde. Bjen lafi që kur iqet. Jena. Jemi gjithmonë 10 që sipër, lartë, Po, tani nuk i ndroj, mo. Nuk i ndrobro. Po, pa tjetër. Mirë, Napoli. Jo, më pur. Inter, Jo. Juventus, Jo. Ha, më pur. Milan, Bravo. Brazilian. No. Jo. Ta jap një indici? Ja, prit. Sa i gjej vetë ke Milan. Me sfushor, Po. Rabiot. Ushty! U bëm shpejt finale. 2-2 finale e shpejt tani. E joti është. Gar. Tashi finalja të gjej një unë ty që s'ka luajtur asnjëherë. A di do të gjesha indicit, po do të jepsha një indicit bukur, do të thësha nuk luku në Napolit se ka ato probleme. Se nuk e pranova indicën se e gjeta. Hajde, e fundit, ha? E fundit jemi. Ne jemi 2-2. Nëse Rugja gjen këtë, dhe me thënë nëse unë e gjë, shkojmë në 3-2 për mua dhe fitojmë. Gati? E sekund. Okej. Gati, Giri. Ha. Kjo dhe jetë në një tritol nga ato që nuk gjënden. Okej. Për finale, kjo. Shkojmë. Jebi. Inter. Ja. No. Okay. Juventus. Ja. Jo. Roma. Ja. Fiorentina, që është poshtë, s'ka. Ja. Jo, jam afër. Okay. Afër larg nuk e di. Afër je. Në fund tabele.
Jo, më varet afër se mund të jesh Po afër. fund ta bile për Fiorentina. Ti thu me Jo, qytet. mund të jesh Me qytet. nga Veriu Italisë, për shumë tjetë afër. Napoli. Po jo, pse Napoli në Veriu është gjera se na hongre. Prit. Ha martim. Prit. Okay. Prit. Udin e këto gjonat s'ka lidhje, nëse s'njof njëri janë, pa me thotoja. Okej. Juve? Jo, thash, Inter nuk ishte, Milan, jo. Como? Po. Como? Po. Hajde. Pritëm. Ishe të vështirë ke Como ty që... Niko Paz. Bravo! Shite Geri. Tova 13. Ditoj këse radhe Geri, mund të lozim me Niko Paz! E kështë bolli super gol të javë, me arrogant ton. Ju falimderit, inshallah keni lutë dhe ju ke shtëpia. Edhe t'jeni knaq. Okej?